Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se ka anuluar atë që e cilësoi si sulmin më të madh ushtarak ndaj Iranit që nga lufta e dytë botërore. Sipas kreut të Shtëpisë së Bardhë, vendimi u mor pasi Teherani së bashku me aleatët e Washingtonit në Gjirin Persik kërkuan shmangjen e një përshkallëzimi të mëtejshëm të konfliktit. Trump tha se tashmë ekziston mundësia për një marrëveshje dhe se bisedimet mes palëve pritet të nisin pas ditën e së hënës. Arsyeja pse e bën këtë është sepse ata mendojnë se ka një marrëveshje. Ka një marrëveshje për Hormuzin dhe do të ketë një marrëveshje për çarmatimin bërthamor të Iranit. Megjithatë, pavarësisht deklaratave optimiste të presidentit amerikan, një marrëveshje e qëndrueshme mbetet ende larg. Sa kaq, mediat shtetërore iraniane raportojnë se burime ushtarake në Teheran kanë hedhur poshtë pretendimin e Donald Trump se Irani ka kërkuar Washingtonit të përmbahej nga sulme të reja. Mohimi shton pasigurim mbi perspektivën e negociatave, ndërsa vëmendja mbetet e takimi i paralajmëruar mes palëve dhe mundësia për të shmangur një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit.